Okej. Pika e dopt? Pika e dopt? Po. Unë i përmana dhe ishta është pikat e dopta. E pika e fort? As ka. Po ky ka qenë njëri ndër ministrat ma suksesshëm në qeverinë Kurti ne. Çfarë ministra suksesshëm një muj ditë, as një muj ditë s'ka qenë ministër. E vërtet. I suksesshëm. Po kështu se kemi testu kështu, nuk e di. E ka pas një sukses, e ka rrit partin 5%, tash a din dikush më thotë. Po Haradinaj sukses. Okej. Pika e fort, Zoti Haradinaj me mgu mu, janë nis lexon libra mirët me sport, ballu kon politik. Aden, këtë respekt të sene, për balë bre u kon politik, për sështë të thonë të një dhe më kon politik. Shu është për qëndrimet anti-AK? Jo, s'ka lidhe kjo. Ama cila pika e fort dhe pika e dopt? Shu është, i ke atë të vazhdueshme? Zotit Haradinaj, po. Zotit Haradinaj është atëtori madh, është, une nuk përdu mja përmen luftën, se lufta është historisë, 26 vjetë se që dim ka kalu. Tash, kjo është politikan që 26 vjetë, së është luftarë, po është politikan. është atëtor edhe prej këti nuk isha një pasigurt, po ky nuk e ka problem kështu nëse buxheti rrjedh në mënyrë transparente apo jo për transparente, se ka qas problem. Se bën të madhe atë farë probleme, adën, që rrjedh ka pak buxheti puna madhe. Më thonë nuk është i ndihshëm ky shumë për këto sene, po sa i përket çështjeve të sigurisë, kësaj besoj edhe zotit Haradinaj se është atëtor. Edhe Limaj është atëtor, edhe është relativisht njëri i kthelt, din qa fol, nuk fol pa lidhje, din, po edhe zotit Limaj, kur që nuk është me leon politikën, me lexu libra, mu marrë me sport, s'është tjeta mu marrë vish me politikë, ati çfarë kënaqësi është mu marrë me sport, edhe me lexu libra. S'po i thu kurtit me lexu libra? A ky lexon libra? Ky lexon. Po ky me sport nuk merret. Ma mirë me po filma se me bo filma. Ky antisportist është zoti Kurti. Shumë keq.